Mbështetësit e kandidatit të konsideruar pro-rus të ekstremit të djathtë Kalin Gjorgjesku u përleshën me polici në Bukuresht, duke shprehur zemërimin e tyre për vendimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, që ndaluan atij pjesëmarrje në zgjedhjet presidenciale që do të rimbahen në muajin maj. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Rumani tha më 9 mars se nuk e ka pranuar pjesëmarrjen e Gjorgjeskut, bazuar në vendimin e gjykatës kushtetuese e cila anulloi zgjedhjet e nëntorit pas fitores së tij në raundin e parë. Kandidatura e tij nuk plotëson kushtet e kërkuara me ligj, siç janë përcaktuar nga gjykata kushtetuese në dhjetor të vitit 2024, tha Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Për këtë shkak, me rinisjen e procesit zgjedhor, antarët e komisionit konsiderojnë se është e papranueshme që të vlerësojnë se i njëjti person plotëson kushtet për të marrë udhëheqjen e presidencës së Rumanisë. Gjorgjesku, i cili është kritik i NATO-s dhe kundërshton mbështetjen rumune për Ukrainën, dorëzoi kandidaturën e tij për pjesëmarrje në zgjedhje. Komisioni kishte 48 orë për të pranuar apo refuzuar aplikimin. Gjorgjesku tani ka 24 orë që të apelojë këtë vendim, që nxiti qindra mbështetës të tij të protestonin. Ata u përleshën me forcat e sigurisë përpara ndërtesës së komisionit në Bukuresht. Protestuesit dogjën objekte dhe hodhën në drejtim të policisë sende të forta. Policia u përgjigj me gaz lotësjellës. Liderët e partisë së ekstremit të djathtë e kanë dënuar vendimin e Komisionit Zgjedhor për mospranimin e kandidaturës së Gjorgjeskut.